Okej. 1, 2, 3, prova. 1, 2, 3, prova. Aksion. Pozohet Gjasme bëra kështu pra Gjasme në një intro të bukur në kanalin Ilva. Ky është Klajdi dhe Kingi. sot pak a shumë kemi një vlog ndryshe. E di që ka kaluar shumë kohë dhe unë ende nuk kam bërë një intro të saktë, por shpresoj që këtë javë ta gjejmë. Ta gjejt, më thënë ta kryoj. Një ask në story për të bërë një podcast, më pyeti që Sa shumë gjakur e thua ask. po ç'a të them. Kemi hedhur një story edhe më pyeti që juve na keni bërë ne. Ne. Me pyetjen e parë. Jepi. Edhe forta, unë s'kam lexu asnjë dhe nuk i di fare. Ka kap Ilva screenshot dhe ka Ilva në telefon. Thoni vetes tuaj më të vogël. Je rahat ashtu si që, mos u rrit, je pa halle, ora 12, saati 12 me fjalë, vetëm lu, zero përgjegjësi. Tjetër. Kur qofësh një gocë me emrin Ilva, ndro rrugë, Mendoj që se bëj shaka. të vazhdoj me pjesën time. Ja. Tani është bërë thjesht një imitacion i imi që imiton çdo gjë time, është bërë një atitud. Ka marrë një atitud. Latitud. Tha. Punuar te latitud, po kjo s'do me thënë që të përmendesh latitudin, po nejse. Fokusohemi pak tek pjesa ime. Pa. I vetvetja si shke qenë, do jesh shumë krenare për veten tënde sepse do arrish gjëra që ti gjithmonë ke dashur të bësh, do i arrish, do i bësh, sepse çfarë është e shkruar për ty ka për të ndodhur, dhe jo vetëm për Ilën, për të gjithë. Fokusohu te gjërat që do të bëhesh dhe do të arrish, sepse do i arrish. Me punë dhe sakrificë, çdo gjë do e arrish. Edhe jam shumë krenare për veten time se e di që ajo është shumë e lumtur. Ilva e vogël është shumë e lumtur. He's screaming right now. Trump, pikpyetje, thoughts. Do me thënë çfarë mendimi kemi për Trumpin. Ja është pak si kështu si. Unë personalisht nuk e kam, si me thënë, të gjej fjalën e duhur. E kam parë në emision ose në lajme, shumë pak di për Trumpin. Tani çdo njeri nuk është perfekt, ka të mira dhe të këqijat e veta, por mendimi im për aq sa e njoh, gjykoj nga mendimi im. Mendoj që jep shumë vibe lideri suprem. Mendoj që i përshtatet ajo figura politike, a kupton që del aty edhe e jep atë vibe-in që është Për lider ai sa një suprem. filma, kupton se ka pas komshi. Suprem. Nuk thash që kam pas komshi, Pa për ai sa një. Por edhe kam vëre që e kam dëgjuar thjesht një fragment dhe mendoj që ka një strategji të mirë marketingu, pse i kanë bërë një pyetje ku i kanë thënë se ti nuk do ishe politikan dhe do të kishe 100.000 euro, çfarë do të bëje ti? Dhe ai është përgjigjur me 30.000 euro do bëja një biznes dhe 70.000 euro do t'i çoja në një reklam për biznesin tim. Pra ai literalisht do bënte një riprodhim parash, ai do fokusohej që të ngrihet biznesi i tij. Do të thënë, mënyra e tij strategjike si u përgjigj ishte shumë e duhur, le të themi. Ka ndikim kjo se është ekonomisi puna ime? Ja. Se bëj shaka. Akoma s'kam marrë diplomën. Kur ta marr, do ju tregoj me dokumenta. Unë mendoj që hajde ditën e mirë, faleminderit. Tani, politikën nuk është se ka maj qef, sidomos të Amerikanës, se më ka lidhë gjo me ndjek, po që është ashtu si që tha Ilva dhe me thënë, tregon që ka një si tip lideri, ka një paraqitje, ka një aura, le të themi, po që Nuk më pëlqen, nuk e di po e kam të saktë apo jo, apo thjesht pash një TikTok edhe thash hajde më po bazohem. Kam dëgjuar që kur të vinte ky në pushtet, nuk do lejonte abortimin. Kjo gjë për shkak nuk më pëlqeu fare, që nuk më duket drejt. Nuk më duket normale që abortimi, do të thënë, të jetë një gjë që shko se nuk duhet të kemi abortime dhe do e bëjmë me ligj.
Larg qoftë, një gocë e përdhënoi një mashkull, edhe çka pastaj ajo duhet detyrohet ta mbajë fëmijën e tij? Jo. Dhe nuk mendoj që më duket e drejtë kjo pjesë. Tani, unë nuk jam e sigurt po ky lajm është i saktë, por si thash është me të dëgjuar dhe nuk më duket mendimi i drejtë. Fokusojmë te ajo pjesa që secili ka të mirat dhe të këqijat e veta, po nuk mund të gjykoj kur unë nuk e njoh. Pyetja e radhës. Kush është vendi që do doni të jetonit? Nuk mendoj që kam një vend specifik. por, e di që se ndoshta mund të di përgjigjen e pyetjes, por nuk dua të bëj plane të cilat asnjë nuk i dihet. E kupton se ja i bëra planet, ja nuk më dolën. Tani, a kuptoni çfarë do të them? Por, doj shumë që vendi ku unë dua të jetoj, flasim mund të kem një periudhë tranzicioni që edhe mund të lëviz dhe të kthehem prapë ose ku di unë, a ka mundësi shumë një vend që vendi ku unë do doja të jetoja e të plakesha, do doja shumë të kishte plazh. Ka shumë ndikim klima për mua. Mendoj se psikologjia e njeriut është e lidhur ngushtë se supozohet që është një ditë në mëngjes edhe shef që po bie shi. Çfarë mendon? Je depresiv. Nuk po them që je depresiv, por është ajo ide që shef shi dhe ti vetë bëhesh dembele dhe kështu. Çohesh një ditë në mëngjes dhe shef diell. Imagjino tani ti jetosh në plazh, thua, çfarë ditë sot, do të çohesh me energji pozitive, je produktiv, do të dalësh, do të ecësh, do të ku di unë të punosh, do të e ke me qef të punosh. Prandaj mendoj që nëse unë do doja të jetoja në një vend, do ishte parimore për mua që në një vit, ditët e tij më të shumta, po themi 365 ditë ka viti, 300 të ishin me diell. Dhe sigurisht jetoja për plazh, se për mua ai do ishte vendi im perfekt, që do ishte shumë bukur. Ilva, me këtë përshkrim që boni, sigur do jetoj në Australi 300 ditë diell. Përfshi faktin që nuk kam shumë frikë nga gjarprin, nga koalat, nga kangurët, kështu që Koalat. Po më ja gjeti një koala në shtëpi. Kam parë shumë video nga australianët, kështu që mund të duken të bukur. Aja vajte një ditë e komshi zoologjik i pe. Imagjino të gjesh një koala në shtëpi. Tap me patate me koala. Mendoj që për të shakave tash. Mendimet e Klajdit nuk kanë pik lidhje me tematikën çfarë po flasim. Për të shaka. Kemi një gjë që me Ilvën këtë mendim të paktën. Okej, shumë gjona i kemi kundra njëri tjetrit, po që këtë mendim e kemi njësoj për pjesën e plazhit. Se të dy kemi pas gjithmonë qef kohën e ngrohtë. Okej, dhe kohën e ngrohtë se shiu nuk është se na pëlqen, s'na jep mood të mirë, s'na jep vibe mirë. Po që pak sa bardoshe ngjaj unë, seriozisht. Okej, edhe nga concealeri. Po imagjino ti isha në plazh e të kisha marrë ngjyrë. Ëh? Unë ka marrë ngjyrë nga puna. Nga diell. Vazhdojmë me pyetjen e radhës. Dhe pyetja është, na thoni si jeni njohur. Kjo është një pyetje e bukur me një histori shumë të gjatë. Unë kam qenë në gjimnaz të përgjithshëm, kam qenë tek gjimnaz i famshëm në Keta. Dhe Klajdi ka qenë në gjimnaz profesional, ka qenë tek Gjergj Canco. Dhe duke marrë parasysh që unë dhe Klajdi na kap një zonë, një lagje, normalisht shoqëria Klajdit ishte tek shkolla ime. S'donte ai kalonte sepse takonte shoqërinë. Me një fjalë, kisha shoqërinë, kushërinë, çdo gjë që më lidhte. Ilvën e kam pas dhe në 9 vjeçare, by the way. Që unë nuk e kur u kthye nga Grekia dhe bleu Alt Telekom. Kurse Klajdi më mban mend. Po, sepse unë kam memorie të mirë. Mendoj që krahasimi që bën Klajdi është perfekt. Unë jam me peshkun Dori të Nemo. Me i fjalë, shkoja shpesh nga me i nisin për shembull që lusha basketball, Kazi, respekt e Kazi. Ikja luja. U bë tematik i nisin në podcast. Dhe u fusja te gjimnazi me i fjalë, më ka kap një 3-4 herë roja dhe drejtori, ish drejtori i shkollës. Okej, mos kalojmë tek emrat e tek to. Me një fjalë, thjesht më binte shpesh rruga aty.
Shifja këtë që bënte gjeste Ka qenë shumë e mirë, come on. ja, shifsha normal kur shef gjithë njerëz, një tuf me njerëz, shifja Ilvën, mu dukte e veçantë se gjithë shoqet e veta, për shembull shoqet, se nuk është se i shifja shumë, se aty mbite rruga, që i shifja ndonjëherë. Ilvën e shifja gjithkohës duke qesh me të madhe, duke ashtu. Ishte një tip different, nuk bënte të ndrojtur ose të rinte, ose të bënte si ëngjëll ose fake. Edhe kjo gjë më tërhoqi shumë te i. Fokusohemi me situatën konkrete, se Clyde di bie larg. Nuk e di. Të kalonim në situatë pak më konkrete, po thjesht mua më kapi lemza dhe se kuptova pse po mekeshe. Kalojmë te situata konkrete. Ka qenë një qen që nga ata Golden Retrievers të thuan, dhe gjatë gjithë jetës time, jeta ime ka qenë një gënjeshtër sepse unë mendova se ky qeni kishte emrin Lordi, sepse sa herë i thrisja Lordi, ky kthente kokën, por ky kishte emrin Lucky. Dhe jeta ime ka qenë një gënjeshtër. Dhe domethënë sa herë që unë dilja me shoqëri nga gjimnazi, ishte ky qeni dhe unë shkoja bëja zbudone për atë qeni. Lordi! Ishte një Lucky. Lorde! Dhe shifja Ilvën aty do me dhe si bote me qenin, dhe kuptova që ishte reale, më pëlqeu shumë dhe thash, okej, do t'i çoj follow, do t'i shkruaj kështu, do me thënë se në vitezor t'i flisja përballë, plus ishte gjithkohës me shoqe, nuk mund të shkoj unë 4 goca, aty të shkoj unë goca, do vish flasim pak? Dhe Clyde ka mbetur një vit pas meje, sepse unë nuk pranoja të bëja një date. Mbaj mend që ka ardhur... Si ishte i nevojshëm si detaj. Dhe mbaj mend që ka ardhur për të më marrë për maturë, sepse i kam bashkë për maturë edhe... Po e bëra maturën të shkolla Ilvë, se... Blevi tulipan të bardhë dhe ishte lulet e mia të preferuara, edhe erdhi më mori me tulipan të bardhë. Ishte shumë romantik. Pastaj është e gjitha histori e lumtur. Ishte dhe është një histori shumë e bukur dashurie, me fjalë. Nuk e nga këto historitë e sotshme. O, e njofta në Snap, e njofta në TikTok, e njofta në Instagram, se shumica sot kështu janë, është gjë komplet tjetër. Me një fjalë, për mu, se për zjasim shumë, se s'po di kam dhe unë emocione, ishte si, jo ishte si, po ishte dashuri me shikim të parë, le të themi, ma boni zemra bam që në fillim, dhe thash, o do flas me këtë gocën, o s'ka. Si përfundim, jo vetëm që fola, që me zor pranoj të fliste, pranoj të kthente në çdo rrjet social, lejnë u mënyrë sa vonë më dha, nejse. Fola, dola, u lidhëm dhe tani bashkëjetoj në një shtet tjetër. Vazhdojmë të pyetja tjetër se bëm podcast romantik. Fali se kam dhe unë zor. Si është e mundur që një qenie humane të ketë aq IQ të lartë? IQ. Tashi, Është zemra. pyetje, nuk e di, ti kthej përgjigje Clyde shokut të vet. Domethënë kjo është përgjigje. Atëherë, pyetje shumë e bukur, më pëlqeu. Tani, si çdo njeri që kam pranë, si për shembull Ilva, e kuptojnë që unë kam IQ shumë të lartë. Jo, nuk e kuptoj. Dhe ti e ke kuptuar përderisa bëre pyetje, se po flasin, e ndjejnë e kuptojnë që kam një prezencë IQ-je, një gjë. Vazhdojmë te pyetja tjetër. Ti arrini ti menaxhoni debatet apo mosmarrëveshjet jeni yje? Ja. Supozojmë sikur nuk e pam këtë pjesë. Chelsea i një lidhje të shëndetshme është komunikimi. Se bëjmë shakata në vërtet, e treta e vërteta. Ka flokët e lëpira se dhe bëja kështu te koka. Flokëve të mia ima është të keqen sepse janë bërë me shkum dhe nuk janë lëpirë.
Okej, tani, të kesh një lidhje të shëndetshme është më e lehtë se sa duket. Do të thënë, mendoj unë. Mund të duket e vështirë në fillim, sepse çiftet kanë ato fazat e veta që debatojnë zihen, debatojnë, e kuptoni tani atë që dua të them unë. Por këshilla ime është që një nga partnerët duhet të jetë pak më i qetë. Do të thënë, nuk duhet të flen të mërzitur se bën një debat ose diçka. Do të thënë, nuk duhet të flen pa u sqaruar. Di të them që nëse diçka ka ndodhur, faji nuk është 100% i njërit, është i të dyve, është 50-50. Quhet marrëdhënie, marr dhe jap dhe supozohet në një marrëdhënie dashuria është reciproke. Po, në një lidhje nuk është vetëm dashuria, sepse është respekti, është komunikimi, është besimi, etj. Do të thënë, mendoj që një ndër to është që duke komunikuar, duke folur, një lidhje mund të quhet e shëndetshme dhe menaxhohet më kollaj një debat. Zgjidhet çdo problem, çdo gjë që ke, domethënë se debatet në lidhje vjen nga mërzitja që nuk ka të bëj vetëm me lidhjen. Ke një stres, ke një hall, ke për shembull të marrim shkollën ose një problem familjar ose diçka tjetër. Mund të kesh një problem të tretë dhe ti thjesht gjen partnerin tënd dhe thua jam e mërzitur, një gjë bën ai dhe ti mërzitesh asaros dhe zdihesh. Ndoshta partneri nuk ka fare faj, por është thjesht ajo ideja që shiko, hajde flasim, çfarë ke, pse po zihemi se ku diun. Një këshill tjetër që sugjeroj është që kam parë pas shumë kohësh martes, ne nuk kemi të martuar, po hajde, kam dëgjuar nga të tjerët, është kjo që në thonjza dembelosen në lidhje me ta. Do të thënë, nuk bëjnë date, ose nuk dalin, nuk kushtojnë efort te lidhja e tyre. Është si kjo që po nuk e mbajte lidhja nuk të mban ty. Unë dhe Klajdi kemi vendosur disa rregulla që në momentin që kemi hyrë në shtëpi. Është shumë okej sepse në momentin që ti je thjesht në një lidhje dhe nuk jetoni bashk, ju thjesht dini dhe kaloni momente të bukura. Por është ndryshe kur ti bashkëjeton, sepse ti jeton me atë njeri dhe shikon veset, zakonet si pika ose mënyra si ha, si fles, si ku diun çdo gjë. Dhe supozohet që ne vëmë disa rregulla të cilat thamë që shiko se një herë në javë ne do dalim në date. Nuk është e thënë të harxojmë tani futja kot gjithë ato lekë dhe të ulemi në restorant. Të gjë mund ta bëjmë një herë në muaj ose një herë në 2 muaj. Marrim shumë. Ti thjesht mund të dalësh, të bësh një ecje dhe të hash një akullore dhe të thuash që kjo ishte deti më i bukur i jetës tënde. Pse? Se diskuton, flet, ecën, bën shumë gjëra që thua që shiko se ne nuk kemi lëmë lidhjen të dembeloset. Ne fokusohemi te njëri tjetri sepse ne kushtojmë efort dhe kushtojmë kohë dhe kushtojmë dashuri dhe. Se po m'vite me qesh, po po m'vaje, se da me të pyti gjë. Me që vete the, qa vesi ka mu dhe qa vesi këti atë njëri tjetri. Ma acaron në maksimum, se tani e zem, tani e lejmë orarin në orën 5 ne do dalim. E unë qojmë që në 2, dhe lyhem, bëjmë gati e vishen. Dhe Klajdi në 15 kujtohet, qohet, vishet, dhe del që Klajdi vonohet më shumë se unë. Edhe kur nuk ishim në bashkëjetesë, Klajdi gjithmonë më vonon, dhe historikisht të gjithë e di që Klajdi vonon. Dhe Albiani e vërteton këtë. Shive pak, është... Sa për dini njerëz të dashur, Albiani shoku Klajdit, dhe kur pash ripostin e Albianit, që thoshte shoku yt vonohet, dhe ku diun ishte një gjë në lidhje me këtë thash, ky një ndërkombëtarisht që vonohet. Shive pak, unë kam një diçka. Kur jam në krevat, ose me një fjalë dhe me shoqëri, ndodh kjo gjë siç ndodh edhe me Ilvën, siç ndodh dhe ndodh, për shembull, korrekt me oraret e punës jam. Por që me gjërat e qefit, me të dalura dhe me këto, kur jam në krevat, them hëtri dhe pak, dhe kur shoh që ka shku ora me dal, dhe është super vonë. E di që vonohem në këto gjona, po që okej, njeriu ndonjëherë vonohet, po në shumicën e kohës e bëj sepse rri shtrin krevat dhe nuk çohem.
Super argument. Po tani çfarë bëj? Dhe cili është vesi? Nuk kam asnjë ves. Oh my god, sa perfekte jam. Si edhe me mikrofon tani, kush e di sa deri është gjuhë. Bo. Më fali që se ju shurdhova. Vesi i Ilvës është që të them një, se njerëzit kanë disa, Po. por një që ma i shtruri është që ka ftohtë natën, po t'ja shpjegoj fiks. Kemi një krevat dopjo. Po. Unë jam 1,90 dhe Ilva është sa gjysma ime le të themi. Jo, jam 1,60 Mos gënje, leje. Kam veshur xhinset perfekte miq, se te këto xhinse, tani nuk do t'rregoj peshën, kam këtë faturën që Tregoj me peshë. Jo, nuk e tregoj peshën, kam këtë faturën që ku e thot më, që jam 1,67 e gjatë, kështu që ti nuk më kundërshton dot mua, sepse e kam me fakte, me dokumenta, që unë jam 1,67 dhe nuk jam aq e shkurtër. Kalo në temë djalida. Atëherë, sa i përket kësaj, Ilva është 1,63, thjesht ajo peshore e tregonte keq, Ilva kishte vesh dhe këpucë të larta dhe nejse. 1,63 është, po nejse. Le t'jemi këtu te kjo pjesë. Që po ato unë? Ilva është e vogël në krahasim me trupin tim, se unë jam dhe më i mbushur, Ilva është më i pohojmë, Dhe mua Ilva më lë kaq pjesë te krevati, as vet nuk e di se si rri. Këtë pjesë të krevatit e ka shumë keq. E para, vendos këmbët i ka kështu si copa akulli, vendos te këmbët e mia më ftoft, e para. Jam e sinqertë. Okej, do njëherë them s'pish punë, po Jam e që ka raste që janë për gjuhë. Njerëzit që kanë duar të ftohtë janë të sinqertë. Po këmbët? E njëjta gjë është. Atëherë, veç pjesës këmbëve që them ndonjëherë, okej, s'pish punë. Të merri organin, të zbulon me fjalë, shef një gjë kaq. Keni ke thënë 3 vese deri tani, të tham një. Jo, po them Mendoj të kaloj tek pyetja tjetër. Ty e keni parasysh? Jo. Ja vlen me emigru në Greqi për ujë. Nere file, tiles. Ja sure thomapoli. Hey, ishim ku po vinë në Saranda me Dogan në Kakavi edhe pyet ai. Po ja thash pronarit sot sa ka qenë. Ishte ai polici i Doganës edhe pyet të shqiptarin që nuk dinte fare greqisht i thot ku po shkon? Elada, se dinte 2 fjalë, po ku po shkon? Elies, Krasit, Elies. Sa kemi qesh, nuk e di do. Qeshi dhe polici. Po, që lloj polici që e kaloi. Vullën. I vuri vullën edhe iki tha. S'ka gjë thash, hajde, fat që kishe policë. Po që ta mendos këstu, ja vlen që të viste punos me Uliri, se ka bosi punë, po që thonë që ka lek. Thonë që paguhet. Sepse kanë hik, do me thënë, shumë veta që punonin me Ulin, shqiptarët, kanë hik ja largu në për vene tjera dhe janë si ky tipi që Krasi. Nuk e pse e çon në larg, sepse Thjesht ne nuk ka shkojmë shumë në treg dhe i themi që pse është ulliri kaq i shtrenjtë, se ka vajt ulliri 9 euro, 10 euro kilja. Ndërkohë që Greqia njihet për ullim. Dhe pesim atë dhe ai që ishte shqiptar tha, nuk ka argatja mbëri, nuk ka punëtor. Detyrimisht ata që vinë punojnë e kanë shumë të shtrenjtë ditën e punës. Normalisht ulliri shitet shtrenjtë se do dali dhe ai do nxjerrë fitimin e vet. Kështu që me të dëgjuar e kemi. Kështu që punoni me ullim. A është e vërtet që femrat i refuzojnë gjithmonë çunat me Golf 5 dhe a vlen për golfat tek der? Sa dallohet që jam pyetje dhe çunave të mi. Po. O nuk kam përgjigje se nuk marr vesh. Atëherë, t'ja pun përgjigje. Çunat me Golf 5 janë lart. Kanë mundësi, me tek der nuk e di, po që nuk ka të bëj, mos e merr me këtë punë. Po që nuk ka të bëj makina. Ka të bëj sa i shkathët je vetë dhe jo vetëm në tastier. Pyetje, jeni shumë të mirë, mashallah. We love you.
Top 3x things that you find irritating. Do me thënë të përkthej shi. Vendos 3 gjëra në listë që ti shef shumë irrituese, që ta carojnë. Gjëja e parë është Ilva. Kise të bëj shaka. Sa përqesh. Për te shakas, një gjë që më... Ka disa gjëra që më carojnë normal, po që në Shqipëri për shembull, shumë familje rome, le të themi, nxjerrin fëmijët e vegjël, siç e pam këtë herë që ishim në Shqipëri, ishin ul tek lana, që është bari aty shkurët, ishin ul, po rrinin dhe fëmijët i kishin nxjerrë te semafori për të lyp. Fëmia 5 vjeç dhe i shpërndanin njëri te ky semafor, njëri ke tjetri. Ai kanë bërë edhe Më si vjen tre shumë pune, kështu si që shiko më se vjen keq. po e çoj këtë te 9 kaçet ose po e çoj këtë te 21 se e di që marrin lekë aty. Kjo gjë më acaron shumë, vjen shumë inat. Eci me atë mentalitetin që shiko se po bëj kalamajun se më sillen lekë. Po të fëmijën kush e edukon apo varja se sa lopësh, jo fëmijë. E dyta, shiko. Se kemi shumë edhe s'dim çfarë themi. Për ty e di që është, jam e sigurt për këtë, po unë për shumë që nuk e di si mund ta quaj, jam pak psikopate në këtë pjesë, pse? Duke se di çfarë do thotë. E do me thënë okej, kur shoh ASMR që han, është shumë satisfying për mua, është shumë gjë, them sa e bukur në kur e bëj scroll, kur e bëj në shoh në Instagram ose në TikTok. Ama kur njerëzit e bëjnë reale, seriozisht, që të hanë të vinë aty të veshit, më acarojnë kaq shumë, më ngren nervat, them, a ka mundësi, ha tamam si njeri mos më baqite. Unë e bëj për në mënyrë komike, a kupton? Ka ca që i duket normale, normalizoj se thëmë, nëse s'ka gjë. Ja t'ju them një shoh. Jo, nuk, ka shumë problem, ka shumë gjë. Unë shoh video stytu swing, nga këto që presin sapun, nga këto që i ke pa besoj. Nga këto që lozin me kështu. Si janë ato bazët që vjen në shkallë fye. Bravo, kam shumë gjëra kështu, domethënë ose ato që mbushin frigoriferin me ushqime që janë rich. Domethënë, shoh shumë gjëra kështu, po kur shoh Ilvën që shef ato ushqimet aziatike, që han ato gaforret ato. Edhe e zhuar. Nuk është aq ke seriozisht do bëjnë ditë ASMR këtu ta hedh dhe ta shikoj. Jo, për te kësaj, unë jam një specie në zhduke, por kur e shoh scroll e shoh unë jam specie në zhduke se jam shumë veçantë, e kupton apo jo? Jam shumë unike. Secili është unik në llojin e vet dhe nuk kam temperaturë, Klajdi. Temperaturë? Siç po thoja, do me thënë, kur e shoh në telefon, nuk më shkakton problem. Ama, po ta shikoj e po ta dëgjoj një person gjithë për veshit tim që ta bëj të gjë, ma caron. Kaq, pik muhabeti. Gjë tjetër që më irriton është ajo gërysja te dentistja që nuk e di më shkallon. Sa të gjatë them, do gati Ilva, merr këmbët dhe ik futja vrapit. Ilva ka një jetë në përdyrë dentistësh. Mendoj që duhet ta konsideroni një krevat doppio te dentisti, se kushtin ndaj lek pak të mos paguajmë qëra. Ku je? Spiro, kjo është një shoku imi greki. Po. Greki, edhe di pak shqip që e ka mësuar shoku shqiptar. Ku je? File! Po kthej për përgjigje, ku je? Sto spiti file, ku ise ti? Ku ise ti? Ku ise si, o Klajdi? Po doja bëj gjysëm shqip, gjysëm greqisht, pra. Se dhe i shumë fletë mu, gjysëm shqip, gjysëm greqisht. Shumë herë mi vesh. Okej, justifikoj. A i kishe tradhtu Ilvën me Conor McGregor? Është pyetje retorike dhe përgjigja poshtë është e di që po. Dhe do dallohet që edhe ky është shok i Klajdit, sepse pyetjet më interesante do të kuptoni në fund të podcastit që është shok i Klajdit. Gjigja? Ja. Ta, po ta kisha për pak suspans, o Klajd. Një prit. Tëndëm. Dhe banori! Por që ja.
Po shef veshin tim, unë po fokusohem podcast të Po flet. shoh vesh. Duhet ta bëj kërkesë që mos ta bësh më në asnjë vlog se ke bërë në çdo vlog tjetër. Si thua, ta mbyllim të Se më vlog, ka ardhur pak orari i gjumit parnek, si jam të rezi, por Erdhi momenti që neve ta mbyllim Op. podcast. Ju faleminderit për pyetjet që na bët. po ju faleminderit. A vash se po më fut shpull. Pyetjet e bukura, pyetjet interesante, pyetje produktive, pyetje jo produktive. Bravo, ju faleminderit. Ju faleminderojmë të gjithëve. Dhe bashkë do shihemi Videon e radhës.